transparente. Nesër do vi jati këtu i vllajore, nuk rriun të ulë rast nesër pa që një familjar, nuk dal. Do vi vllai, do vi prindi, do dali këtu bashkë me mua. Ke hallti po. Unë do të ndihmoj. Ti dil bashkë me mua zotrin nxjerr fytyrën këtu, edhe të vazhdojnë njerëzit të ndihmojnë. Dhe njerëzve duhet të bërë rastet sa më transparente o vlla, sepse njerëzit këtu i kanë shfrytzuar, i kanë përdorur. Profesor, po ti vesh ref. Jam shumë dakord, I komenton dikush që ka nevojë për audiencë, dikush që do me ulëpi, dikush që ta ka inatin e dikush që s'ka fut as i lek. S'po komentoj unë, s'po komenton banditi Elmaja apo ti që ke fut lek, del njëri thot, "O profesor, o gref ti shifsha roto hajduta." Po ik më vllai, tash i komenton dikush që do audiencë, komenton dikush. Hajdeni ju më të mirë të mblidheni ju I plotësoni. Unë vetë personalisht falenderoj gjithëkënd I cili e merr përsipër dhe më thot, profesor, po, qetëso ti se po e marrun. Po nuk e falenderoj me shpirt o grec, po direkt jam gati, direkt tani, të dali një person, të thoj që e marrun nga këta të TikTokut, ti rri I qetë, do t'i them shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kaq, unë mendimet e mia këtu I kam shprehur. Dhe për njerëzit që kanë audiencë dhe për ata që nuk kanë audiencë. Edhe për kur bëjnë veprime të mira dhe kur bëjnë veprime të gabuara. Unë, në rastin e fundit që ishte një djalë që kishte nevojë për ndihmë, erdhi se mi tha faturën e paguaj unë në spital, I tha shumë faleminderit, je I nderuar I respektuar, na ke lehtësuar një punë shumë të madhe, të ruaj Zoti ty, familjen gjithçka. Dhe e them sepse na ndihmoi. Për më tutje, për më tu, për ide të tjera, për gjëra të tjera, normalisht jam kundra përplasem në ide. Ama mbështes ty edhe ndihmoj sa dush ti. A di po edhe këtë djalin si I tha ndihmon edhe këtë në shafe. Prapa, kur marrësh. Ne ndihmojmë na pak që të gjitha burra, kupton? Na pak. Sa I ju dini burro profesor, ti e di. Ani mojnë se tani e ka një tak mërzite. Unë fola shumë për atë se më tashaja 50 herë pa I bërë asnjë gjë e para punës. Nuk ka pse I mërzitesh o gres, e kupton, nuk ka pse I mërzitesh. Jo, po ta bëj. Ka halle, ka probleme. Jo, ka halle probleme. Tash I bëj pyetje kot. Se për zotin, për kokë familjes nëse e kam të e bërë me intrigë. Nuk e kam kuptu për qa shraf, qa ka nodë, qa ka bëzë. Tash jasëm se kam kuptuar Marin, po tash ish mua beti që ta ndihmoj. O brazer, gjë pak të mund, gjë pak të mund. Wallahi, me hi me polalitetin nuk të me morë seriozisht të Klajt në bishë, se Klajti ka bud me pasojë mendore shumë gjana të tjera në radhë. Edhe mua grec në një live që unë hyra me Elmajën edhe me atë. Po vlla, ma çonte live-in e profesore futa, ora këshir të çiro, kush është ky valla nxorra jashtë? Më çonte live-in. Në dëgjoj sekondore. Unë kam mallë se do bëjmë një momentale kurse s'është djali I keq, po është mua beti se I ka. Unë kam mallë se do bëjmë njëri do thotë ju shifsha rob gjithë na çat karin ikni prap. Dëgjoj një sekond, që të kuptoj. Do bëj prapë anxhar, a kupton? Grec, dëgjoj një sekond profe. Unë ma çon live-in Elmajo. E pranoj se kam respekt, ka respekt. Olaçan. Dhe në momentin që hym ai tani kishte dëgjuar këta prallosin këtu, e më futet mua. Po fondi kështu, ashtu I thash unë atyre, unë skuqem. Bëhem kështu, kur fillon njeri, se nuk e shaj dot. Në momentin se shaj dot, unë filloj bëhem kështu, marr këtë ngjyrë. Edhe filloj çfarë nuk po thoshte, I thash Elmarës faleminderit Elmajo, I thash do flasim. Edhe iki me iden që ti shikoj profilin, të krijoj identime dhe ti të shkruaj Elmajos privat, I them o vlla tash ti të zuri ty, më jep çik domrin mo ti flas. Kur I shikoj profilin, thash ja kam bërë Allah. Edhe e mbylla aty unë. Në moment ma nisi live-in, ishte edhe ky, sa e shikoj unë, edhe gati për ta hequr. Kur ai lëvizi kokën, edhe pash. Tash çka ka ndodhur kjo. Okej, tash unë gjuna, ta ndihmoj. Pra kjo ishte ideja, edhe mua më ka sharë gotem. Por prandaj po them se mund ta ndodhi që të gjitha, kupton, është gjë çasti, ora I goja, vlla, goja. Se ora goja, jam dakord me Majo. Jo profesor, unë jam shumë dakord me vllajin, se edhe unë kam shah, edhe unë kam shah. Po jemi dakord me të gjitha për po prandaj them që mund të robi pa qëllim zonë, ju çimotrët. Po mira te ka gabim ajo vlla tash. Unë vetë 5 minuta me unë me ty rri me ty. 5 minuta çdo natë unë rri me ty. Nëse di ja kushton Klajti vetë 5 minuta. Asaj vajzës kushtoi 10 orë.
E kuptoj. E kuptoj. Sa takoj sa jetë njëri, jo me ty, 10 orë kushtoj ju. E kuptoj. Shumë faleminderit o bandit, unë e vlerësoj, ta them me shpirt, shumë faleminderit edhe njerëzit këtu. Janë disa gjëra që duhet i dinojnë, duhet i kuptojnë që në fund të fundit këtu TikTok bën gjithë. Ama ta dinë që kur vjen momenti për të bërë një diçka të mirë, duhet jemi ne shembulli kryesor. T'japim ne atë shembullin e mirë kaq. E di çfarë mendoj profesor, që të më po dom ne o çuna, po dojmë ne. Për një ditë apo vërtet me kërkundina. Për të lajin e njohur. I ka zhuni lek në TikTok, vallai i ndihmon. Lajin e njohur gjithë, nuk e ka me thënë as njëri na. Me shumë lek dia kash ç'shno. Ku i bëni ditë plotësor. Çona ti, a kupton? Për këtë gocën është me vërtet më prezantuar që shikoj se ai ka prezantuar veten e vllai. Kush ka mundësi me një muaj limon, a kupton? Kush është shef arsyeshëm për një muaj limon? O Grec, dëgjoj tani. Mendoj unë nëse kam të gabim apo tjetër gjë, po dëgjoj. Disa, o profesor, atë ma thuj zon të vërtetën, ta do të pyesësh shprat popullit. Ma thuj të vërtetën. Sa vetë atë shkon ty në animon, më ka fundë. Sa mesazhe ti ty të vindi. Sa detyrohem që një pjesë detyrohem disa ditë mbaj të mbyllura mesazhet. Tani, ju ka duhet të thonë di kur një mod dikon, si një mod dikon. Di pse unë si mor kur më gofonte. Se dikush vdek edhe i qall zemra thotë shish se më ndihmoj mua. Unë sinqerisht jam munduar që sepse më shkruajnë edhe për budalliqe bandit. Ka pasur këtu na kanë hyrë në live na kanë thënë na ndihmon ti se unë kam bërë aksident me makinë, po të marr makinën të pulloj, se më kanë ngelur te mekaniku. Ka pasur edhe puna nga fondeve është mirë, po është edhe kesh. Nga njëra tjetër, mos harro. Se janë shumë njerëz që janë të vdek, duhen më një. Ti s'e më të gjithë. Unë nuk i ndihmoj, o bandit, unë nuk i ndihmoj dot gjithë. Unë prioritet, për mendimin tim, unë ky GoFund është i 5 apo i 6 që po i hyj. Dhe sinqerisht, prioritet për mua personalisht është e mira që ne si shoqëri, se nuk mundemi dot, është ajo që ti thua, nuk mundemi dot gjithë, se nuk bëhemi dot një mit copa. Ama në momentin që është një person që lufton për jetën dhe janë mosha të reja, fëmijë, atëre të përgjigje. Janë dakord me ti. Ti sapo më the mua për shembull profesor kam një muj i vaj nga fshati. Një mua dhe diko që nuk e njeh fare vëlla. Si nuk ke fare as si do e lidh. O vëlla, më dëgjoj një sekond. Që ta kuptosh ti dhe ata që të ndjekin ty. Piknisja për mua në GoFund ishte sepse mua më kërkuan ndihmë për vajzën nga fshati im. Dhe unë pastaj bandit më erdhe do të vi. Persona që mua më kanë ardhur në GoFund, që kanë dhënë suport për atë vajzë, unë jam ndier i detyruar që kur ata persona më prezantojnë një rast, unë e kam parë, është rast i vërtet, kam dalë këtu, kam thirrur hajt i ndihmoj se jam në borxh o bandit. Më kupton apo jo? Nëse ti mua më vjen te kjo vajzë që unë ty ta prezantova si rast, ja të vi që ta siguroj që më dëgjon. I ram telefon. O Grec, që të them atë ty çfarë do të heq parë. Mu zëmëro mua për kapacitetin që kam unë. E di unë profesor, e kam gjuhë, po nuk tjetri na budalliku e bën një herë, jo 10 herë. Na kapaciteti vëlla, shiko kapacitetin e tjetrit. Po të shava unë, në ik të shtëpia në Therepel. I thoj babait tim, më shau djali jot. E kupton? Ama po të shau Elmaju, po dalë ose. Edhe pse të era se për Klaudin se më tha sot ta nuk kam një më profesor, nuk kam një më kurkush. Për çto thash se më di që ti e djalë me se më fjalën thash kur pasha ditë si ty në mua e dita ka të kujm Klaudin thash ka për tani mua profesori ka për ta. Unë sinqerisht kam për ta ndihmuar dhe e ndihmoj dhe nuk kam pasur asnjë lloj interesi tjetër o bandit. Ta them me sinqeritet. Sa le kërkojnë për këtë vajzën profesor? Edhe një lutem. Sa le kërkojnë për këtë vajzën? Për këtë vajzën kërkojnë 100.000. Në momentin që mua ma kanë sjell 40.000. Sa le ka kanë punë ty, a kanë investuar familja? 39.000 më ka ardhur i plotësuar. Dhe unë sinqerisht Okej. Familjarët e saj kanë GoFund, daja kushet njerëz fare fisit. Po pra 39.000 kanë hedhur persona që e njohin në rrugë shoqërore, familjare, farefisnore dhe çfarë është prezantuar në televizion. Pra, këto lek janë mbledhur deri sot. Dhe pjesa që unë bëj bandit që ti ta kuptosh o bandit, nesër pas nesër, mund të thoj ty një njeriu jot o bandit. O vlla, të ndjekin 2000 veta, po thoj një fjalë, po vdes X person, X fshat.
fshat o ku jeton ti, që ke familjar, ta një fshat më lart, ta një fshat më poshtë. E kupton se në fillim kështu të prezantojnë një rast që ti e njeh valla. Pastaj është kjo pjesa bandit. Ti sot po ju bën thirrje personave dhe po thuaj, unë 20 pound, mora shembull, po jetë këtu. Nesër pas nesër o bandit, po të më marrësh ti në telefonet më thuash, o profesor, një person në fshati im ka nevojë për mbështetje o vlla se është në spital. Unë nuk të them dot jo o bandit. E kupton apo jo? Sepse unë jam në borxh te ty. Jam në borxh o shok. Po pra kështu ke Unë pjesën. jam dakord me të mu ty deri në fund, si bandit, unë sonë këtë di se kam shumë publikun në për E momentin. di që ke shumë publikore. Unë Edhe po veç flas. a ka mundësi t'ja kushtojmë 3 ora asaj vajzë 10 minuta të Klajtit? Sigur 10 minuta. po e pa tjetër e ndihmojmë edhe Klajtin, s'po them mos ta Ta lëmë edhe Klajtin që se gjuna për atë dhe gjuna. Pa Ora tjetër vazhdon e të ndihmojmë. vazhdojmë që Unë gjuna sot, pa. po bandit, mua sot më kanë shkruar një dy çuna në Anglia. E kupton që sinqerisht edhe i kanë zënë ju pa ta lemri pa dashje këtu në TikTok. Pa dashje, në këtë histori, me këtë rrëmuj që kanë thënë, ore, profesor, ore Armand, ore të lutem, ore, se po na del emri kot. Më kupton? Dhe sinqerisht, është një situatë që duhet ta ndajmë përqendrimin, se unë jam mësuar t'ja shpjegoj atë. Se kuptova pse ka ngjeç që ke shpak Klajti. Klajti sa ditë ka se ka pse dua familjarë. A e di pse ka ngec Klajti? Kjo është dita e tretë më duket, e dytë ose e tretë. A e di pse bandit? Po bandit, po nuk jam budallej njerëzit e burr. Ju sado që prap doni me majtanën se keni shok, po s'jam budallej njerëzit më. Në kam shokëm vdek shumë Ora që nuk e njohim o gre, se njohim këtu në TikTok-u si është Ka shoku ai ka që shumë ashtu që Njerëzit plotësojnë gofande në 600.000 në 100.000 që nuk të bëhet me i nis. Kur e shef gofandin 200.000 thuj që ja rop ta çoj te 10 herë në dëm se nuk plotson. Jo me lidhje, po njerëzit janë budallej e burr. O Grec, ja ta them pse bandit ta Po them. profesor, për zotin, për kokë familjes na thuj që pat ngel ladri. Folë trosh se është për të fol. Po. A janë budallej njerëzit apo si menon? Ti si profesor? Njerëzit nuk janë fare budallej, edhe ai duhet të ndaj një diçka. Unë ja kam thënë, o dil kërkon ndihmë, o dil këtu e thoj unë do bëj karate. O dil deshaj njerëzit, o dil këtu e kërkon ndihmë. Duhet ta ndaj, jo ta përzjej. Ai e bën mix dhe në mix njerëzit vëlla nuk përgjigjen. Po profesor, bën miksa burri dhët se ti e di ka nevojë për Ma jo, duhet ta ja, njerëzve ka nevojë për ndihmën e ai njeriu. ka nevojë për mbështetjen e njerëzve. Pa nevojë për mbështetje. të Mos ta lëshoj gojën. Si e ti bëj, ja kupton, ti tash je ke kuptuar se je inteligjent. Mos ta lëshoj gojën o vlla të Po mirë valla, sforcohet. ne kemi fol, sa herë ke fol ti, sa herë kam folur unë, ai tashi rri 10 minuta pastaj shan ty, shan mua, shan tjetrin. Po ka nevojë për ndihmën tona, kupton, ja kjo është valla, ta ndihmojmë të tërna pak. Ka nevojë për dikë që ti rri afër. A kupton që ta mbaj me të mira, me gjithçka është vetëm o valla. A kupton? Nuk është se ne tash të keqen atje apo i të keqen në një tjetër apo ne thjesht po mundojmë ta ndihmojmë. Ai person ka nevojë për ndihmë që ne të rrim afër. E unë për shembull, po të isha afër, ta kisha afër, do t'i rrija, do ta mbaja afër, do ta bëja njëri. Nuk e ke vend në diskutim që ka nevojë për ndihmë dhe unë aty Këtë dua të them unë, kupton? sekond. Unë vetë personalisht ja thash edhe dje kur live ju ftua. Unë i qëndroj tërë kohën dhe mundohem që ta ndihmoj. E kuptoj edhe pjesën se çfarë ka kaluar. Prandaj të thos vllai, Jo në gjendje të mirë. Edhe për shkak çfarë ka kaluar në jetë, depresione, situata të caktuara, ama o Elmajo, unë di të them kaq. Edhe njeriu mban sa mban e nuk mban. Di vllai, di po depresioni është i keq profesor, djo vllajën tonë, Si kam depresioni. për borxh që, më kupton profen, unë si kam për borxh që, unë isha i pari që i thash, duhet të ndihmohesh, hajde të ndihmojmë. Unë s'kisha pse flisja as me statikun, as me banditin, as me avmullën, as me njerëz, sepse unë që të flas me ata njerëz, më duhet të flas me njerëz në Londër o vlla, se po më foli keq statiku këtu, më duhet i përgjigjem atje. Dhe sinqerisht, janë futur në këtë mes, po duke pasur shoqëri në Londër, nuk janë futur kështu kot. Di vllai. Kupton profen? Ne nuk e kam lëshuar llafin kot në për njerëz vlla. Dhe jam munduar që të gjendim një zgjidhje që dhe atij të përgjigjeshim edhe situatën ta qetësonim. Dhe sinqerisht, unë Elbajo, të them këtë gjë. Unë eci me parimin kështu. Më mirë të bëj shok se sa të bëj armik vlla. Pik. Ajo është gjë e mirë, kupton, po ma Më mirë të bëj shok, nesër pas nesër në Londër më duhet të marr një numër telefoni, na ky postot, ta çoj me post më vi këtu. Ke kam banditin Elmajon, Klajtin Statikun, o vlla, ma bën dot këtë gjë. Kaq o kaq.
Edhe ai tash 3, unë e di që 4 ditë marroni punë me Klaudin në Bishkë. Po doni, 4 ditë. Duhet mos të përmesi njerëz të tjerë, o vlla. Unë i thash të vi banditit na ndihmoj. Të vi ky të na ndihmoj. Po dalë. Po vlla, duhet ta kuptojmë se është një gjendje pak të rënduar Klajdi rreth motrat. Gjë vllajin tënd se unë kam kaluar vetë një gjendje të rëndë edhe jam duke pirë ilaç o profesor, nuk e di beson apo jo. Unë po mos i pi ato kokra për ditë, nuk jam në vetë, e kupton? Edhe ai ka nevojë për këtë lloj ndihme, ka nevojë për një njerëz të rri afër, ka nevojë bëj dhe një vizitë, ka nevojë që ti rri dikush o ta ndihmoj, ta çoj për shkakun ti thot hajde këtu, ti thot rri te spitali, jo ti ikësh për motive të spitalit dhe ikën, e kupton vllajin tënd? Se që të gjithë neve mund t'jesh mirë si tani dhe unë edhe ky tjetër ai tjetër. Okej profesor, bravo qofti më me katë vajzë se është morasti shpejt. Krevi Olier pra më tha djalla fjalën pra 7000 vetave tha do vi do të ndihmoj. Krevi Olier më ndihmoi po tani zon direkt valla.